Por siç e përmenda, gjithmonë ka një plan biznesi. Nuk ka rëndësi çfarë industrie që keni, duhet të ketë një plan afat shkurtë dhe afat gjatë. Nëse ju nuk keni një plan afat gjatë dhe nuk e keni krijuar hapat e duhura, çfarë duhet bëj unë që të arrij planin afat gjatë? Për shembull, plani afat gjatë mund të jetë diçka monetare, që unë dua që për 5 vite do arrij një revenue $5 milion. Nëse ju nuk keni krijuar një plan se çfarë unë do bëj muaj për muaj, ju nuk keni për të arritur, sepse do jetë thjesht si një ëndër. Viti im është i organizuar. Unë e di që në janar se çfarë dua dhe gjithmonë vë qëllime më të mëdha se unë mendoj që mund t'i arrij. Dhe nuk e di se si funksionon universi, mindset, kush beson në gjitha këto energjitë pozitive të universit, nuk e di si funksionon. Po gjithmonë kur unë kam vënë plane më të mëdha se unë mendoja ç'do arrija dhe kam vënë detaj dhe jam munduar që çdo muaj, edhe sikur më zhdukur e pa arritur, të kontaktoj njerëz të lartë në industri, të bëj një mesazh, të bëj një event, të bëj një trajnim, pa menduar që do kem apo jo shitje, do kem apo jo evente, unë gjithmonë i kam arritur.